që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Me njëra? Se në gjatë është të thirë. Vetë pret pak. Në gjatë prit bish pak të apojmë hyrjen e emisionit. Përshëndetje krejtve kudo që jeni. Sot është një ditë shumë e bukur edhe na ka mbush me pozitivitet. Sidomos këto biseda tona small talk që thojnë para emisionit. Sot e kena një temë, tensionin dhe të tjera. Edhe e kemi një temë shumë interesant sot për cilën gra me folje që bash u lidh me çato që kem të fol me Cimin me përditshmërinë tonë. Kështu që pas pak kolegu i dashur do ta prezantoj temën sa ai ka përzgjedh, kështu që atij i takon me prezantu. Ndodh shumë rrallë, por ja që ndodh ndonjëherë, kështu që sot është dita e tij. Rrallë, e vërtet. Për juve që jeni komunikacion, ju mundeni qysh nga tani me i dërgu foto dhe me na tregu për ato pjesë më të ngarkuara se ku i kemi në 049978 i njëjti numër ku ju pret edhe telefonata e juaja. Po presim edhe me na u përgjigj për temën e ditës së sotme. Gjestet e vogla që vlejnë shumë. Me na tregu për ato gjestet e vogla që vlejnë shumë ose ato gjestet e vogla që ju i keni bodhe që për dikon kam vlejt shumë. Në 049978 ju presim në telefonata. Vetëm fillimisht qyshe don rani dhe zakonin, ne dëgjojmë këngën e parë që vjen sot nga 2x2 dhe kënga e tij më e re, bla bla bla. E kam një lajm shumë interesant për ju, që në këto momente jeni në vetura dhe jeni në Çaklavis, në të dy anët e rrugës e keni Petrol Company. Ndaluni aty sepse keni çmime fantastike. Vetëm 1.16 e keni litrën e benzinit dhe dizelit tek Petrol Company në Çaklavis në të dy anët e rrugës. Kur të rimbushni makinën plot, se me këto çmime që ashtu do të, i merrni kuponat për me u bë pjesë lojës shpërblyese, 10 euro një kupon, 22 kupona, 33 kupona, edhe kështu mundeni me fitu një veturë që po e dhuron Petrol Company. Gjestet vogla, domethënë. Gjestet vogla. Mbushjet të vogla. Mbushjet vogla të lezetshme me çmime të lezetshme, edhe me si dihet një veturë të mirë. Fush Kosova kolone gjatë nga zona industriale deri tek rrethi i Fush Kosovës në këto momente, pastaj pjesa poshtë Vetërnikut me kolon për mirëqas rrethit duplex, rrethi me flamur rrethi i spitalit pjesë e ngarkuar dhe e ngarkuar është pjesa nga rrethi i ambasadës amerikane deri tek stacioni i autobusëve. Këtu janë informatat e para që kanë arritur në 049978 e tash është koha për telefonatën. Ka thuash në gjatë të na prit. Po na ka prit. Në gjatë 4 minuta e 50 sekondë. Mirëdita Fiona. Mirëdita, përshëndetje, na vjen keq që kemi lënë me prit, po ke telefonu hala pa filloi emisioni. Na ashta sukon ka. Çush je sot? Çush e kemi peja? A është me djellë si për Prishtina? Me qenë, interesant që ona kanë qenë vjotët në bashën time. Kjo është ndodhë kur në vjesh, ti me qenë tina pranverë. Krejt mrapsht në gjatë, krejt mrapsht është ka shkën, s'ka pasaj sinoni. 18 gradë për ndryshën kryqëtet është temperatura për momentin, në pej nuk e di, sigurisht është për afërsisht edhe atje njëjtë. Tregom ti për ato gjeset e vogla që vlejnë shumë për ty. Cilat i këshe veçu? Gjeset e vogla me qëtë e më dashamiri qokoladë dhe me afru dikush një qokoladë vogla ajo dashamir. Ose një parçet dohon të më dohon gji. Alkohol me këmëron në kotar 10 vjetë. Asë ato dytën, ja. Nese dhe po tash që alkoholin e galon, diçka ka bu për vete, përshëndetje. Çokoladën. Lidi, po përim të çokoladat. Dikush me ta pru një çokoladë vogël si shenjë respekti për ty vlen shumë. Po. Dhe për sheqerin. Okej, në gjatë, faleminderit shumë. Me më të qoshit. Gjithat mirat, kina mu kujdes. Ju dukeni shumë bukur sot, te Arfini. Faleminderit shumë. A vetë sot. Kina mu kujdes kur të vina në pej me të pru çokolada dhurata, bën? Pa tjetër, do të qeni njës. Okej, faleminderit shumë. Ditën e mirë. Gjithat mirat. Ditën e mirë. Ka shtu fol ti çka vaj. Qa ke të fol vese? Jo, kur po thu tani, po më thua si fjallë vjetra. Po më thua si fjallë vjetra, mos t'i vetë janë shefe sa neve. Do më thonë që aty fillon dhe përfundan. Pjesa poshtë Vetërnikut me kolon, edhe një foto na ka rrit, po na tregon nga nënkalimi tutje deri tek rrethi duplex. Po shihet pjesë e ngarkuar, po mbetet me kolon pjesa e Fush Kosovës nga zona industriale, e rrethi që është aty, e deri tek rrethi i Fush Kosovës për me
dal pjesë shumë e ngarkuar kjo. Për pjesë të tjera në komunikacion na tregoni foto edhe na informojmë gjithë pjesëtarët të tjerë në komunikacion, ndërsa nëse veç doni me udhëtu një gjest vogël, me abo vetës, po ato të mirë, është me udhëtu drejt Gjermanisë, Vizës, Sloveni, Suedis, Luksemburgut, Parisit, ju zgjat me operatorin më të madh në aeroportin e Prishtinës me çmimet më ekonomike. Ajo është prishtinaTicket.net. Edhe aty mund të me rezervu biletën edhe me shku me u knaq. Në Paris, anullove Luksemburgun. Vjeshtën e kom zgjedh Parisin, në Luksemburgun mujna. Edhe i mirë është. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Qazimi. Përshëndetje Qazim, si e si kalon? Mirë. Qyshe ke pas ditën sot Qazim? Mirë. Po më mirë. Gjestet e vogla që vlejnë shumë. Cilat janë ato gjestet e vogla që vlejnë shumë? Për ty, ose ty që i ke bo për dikon. Një gjest i vogël Nikolic. Ajo kolica do të me qenë me rrym a pa rrym? Këqem, dyat. Edhe me rrym edhe pa rrym? Po. Okej. Kala me dori, qatën. Ton, kalon shmire. Po, edhe po, tasht edhe ka shtëpia aty na shta po mendon me pas ato pa rrym. Edhe po, nese, se tash me njëherë kapa tjetë ata që i shdash mu kujdes për këtë pjesë njerëzve, edhe kap një farë sikleti vjon. Po leve, Elona sot hiq më se Heq, hajde pa siklet, sot po folim, po vish mirë. Se e pash një premtim për rrogën mesatare në Kosovë që kishme u ngrit në 500 euro e të jetë, do me thonë, koha kur bon këto premtimet, kur mirën këto vendime, do me thonë, është qaq ka njëherë. Jo e turbullt, qaq ka njerë e qëllojnë bashkë në kohën e fushatës. Alo, përshëndetje. Kjo thes po folim edhe apet po fol. Alo. Jo, se shkoj. Nëse tash i kuptoj seriozisht telefonus ka njerë ku na telefonojnë edhe e ndërlidhin përgjigjen me pjesën politike e tëj. Se dashtëm na prek, në çdo aspekt të mundshëm të jetës po na prek. Si biznes, si radio, si qytetar, si prind, si fëmijë, domethënë në çdo aspekt të mundshëm të prekin problemet politike. Por me mujt të paktën 45 minuta mos me mendu për këtë pjesë. Unë e prita thash mos po thojnë edhe mos i vish pirritin krejt që shto me thonë edhe për penzion. A dim po rritet penzioni minimal 500 euro. Shumë po ndroncim. Sot dune me fionën pana po që a kështu më bo. Që telefonata? Fest, po se po kena me pas. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush na telefonon, Nazmi? Nazmi, jo. Qysh je? Mirë, faleminderit, ju si ne? Mirë edhe na. Nazmi, si po kalani? Cilat mirë për mrekulli. Koha mirë me thonë, nuk ish dasht me qenë kështu, jena në nëntor gati, po mirë. Nazmi, mirë dili po nëzëjen? Po dhe po nuk është mirë, se jemi ndimër gati. Jo është mirë, ma mirë me nëzëj se më mërdhi. Pra verë është mirë me në nëzëj, dimrit me në mërdhi. Verës po në kollë krejt. Po që tërdohet, jo qëtash. Nazmim, gjestet e vogla që vlejnë shumë, si pas teje. Si pas meje. Një gjest shumë që prejkë shumë, mi aftën një nënësi me mbyll, shumë gjest është i mirë. Ko të me thonë jetë madhe. Do me thonë nëse dikush kundrejt teje, e mbyll një nënësi ka njëherë, për të vlerë shumë. A ti kundrejt i kuj tjetër? Po. Okej. Po shumë të me thonë jetë madhe. Po, se njerë kur the me lëtë synin e mora bukfalir, ty shush më jam shelë synin. Varet, po dem varet kënë ekip për para, me mbyll para dikojnë a thot, po ma bën me sy. Po, unë jam mbylli kuna dët, jo kuna zdët. Në mënyrë simbolike, metaforike, artistike dhe romantike. A po, Naz? Po, është normal romantike. Po, pra? Nejse, e di që e ki fjallin për marrëdhëniet shoqërore, bashkërtore, në çdo marrëdhënie të mundshme ka njerë me mbyll një nënsi është mirë, po jo çdo herë. Jo çdo herë, jo, po dohet me ditë ku. Po, pra. Po, të kuptojmë. Faleminderit shumë Naz, përshëndesim. Mendershoshi kalosh mirë. Hajde që ta mira, se na let tash synin sot. Po sot me sy e pas kom. Tim, a je për një ofertë, një pa. Jam, a është e fortë? A vëdën, meni, a vëdën. Të duhen jam mamaks. Se na jena me para begim për shembull këtu në radio, edhe kjo paku për shembull vlen për neve se është ideale. Mundesh me fol me klienta, mundesh me fol me partner ton, mundesh me fol me familjar, me këndush, mundesh me fol se ki 200, 300, 500 minuta. Ki 100 SMS që s'hargjohen kur, veç nëse rënë ditën tu çatirat me mesazhe. Mandej ki 3+3 GB internet, 8+8 GB internet me pakun e dytë, ose me tip max ki 15+15 që bojnë 30 GB internet.
Zgjidhje sa të dush, oferta sa të dush, keni vetëm me Ipkon. Këto 2 fundit vlen edhe për ballkanin perëndimor, por mos harroni, në websajtin e Ipkos keni oferta edhe për Evropë, edhe për rajon, edhe për Amerikë, madje kur shkoni atje me pas internetin me vete këtu në xhep. Fat, po të përshëndes shumë, po jo e kom pamundshme. Se na ka dërguar një video diçka për me pa, po e kom pak pamundshme për me arrit me boq thasht. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush ta përshëndet? Trimi nga Ferizoj. Si e o Trim? Mirë, si kaloni ju? Mirë, faleminderit, se e kemi Ferizoj. Ç'është kam ty, mirë. Mirë, shumë mirë. Kur t'kena ty e mirë, na jena mirë. Po më vjen mirë, edhe ne kur t'jeni ju mirë, na jena shumë mirë. Në bravo. Sim diçka mirë. Sot Fiona s'është mirë diçka. Po e kemi buzëqesh, jeni sa në vogël që kemi temë. U myta që me ndilë është, u myta do më thonë prej me nëgjesit. Po nuk ndrohen gjë, po ba dina e të që e se ti se me rëndësime që e mirë. Po, e vërtet është. Ti të paqim. O Trim. Po. Që xhelozia do më thonë është pjesë e jetës, kështu që mos tani. E ka një emisioni para Trimi për çfarë po thonë. Xhelozia kulmi bukurisë, a? Tani është shatë mirë. Gjestet e vogla që vlen shumë, që për mu vleti ky gjesti jote. Pra. Një buzëqeshje e vogël janë rresh ditën diku na vlen shumë. Një buzëqeshje e vogël. Tani e fshat mirë. Si ma vëzhgoj që është ta sill muhabetin me buzëqesh pak më shumë. Që nuk kursen kur xhami ja dhan diku na një buzëqeshje. Është vërtet. Do thotë janë në sinceriteti është një sen që është kryesor. Po masane edhe një fjalë e mirë, do më thonë. Do një fjalë e mirë, një gjë. Thjesht do me jetu me lumturu diku në jetën. Kjo është me rëndësi. Faleminderit shumë që na ke thirr Trim. Shëndet për juve. Të falja krejt atje në Ferizaj. Faleminderit gjithë mira. Shëndet, të mira. Faleminderit. S'po don ti vëzhgjeshje. Okej. Jo. Atë këshirun prej nesër, këshirun në emision. Po vrehet. Zaho për juve që doni me buzëqesh kur futeni në shtëpinë tuaj. Edhe me flajt të buzëqesh. Me u kënaq. E kam bënë një super ofertë për juve që keni qef me përzi e me bë qysh doni ju, me kriju stilin tuaj. Shkoni atje zgjidhni mes divaneve, dhomave, gjumit, tavolinave, të mirënies, shumë aksesorëve që i kanë, edhe përfitoni deri në 50% zbritje. Zaho është në Çaklaviz, kilometrin e 60 në Ferizajt, për me shku te Trime, ose mundeni me vizitu edhe nëse e kërkoni në rrjetet sociale Enza Home Kosovë. E keni në Facebook e në Instagram. Që një gjest i vogël i mirë që mundet mu bo. Ku e Fiona e mirë që u bone? Ishtë ty me të pas mirë që. Për gjithë të tërshkone. Qafsh e lumëtër. Qafsh i lumëtër. Must ka kjo. është një farë po. Pashim të njëtë. është një farë po. 049-978-978 numër joni telefoni. Me njerë labi ka shu. Fiona kur është mirë na jena mirë. Labi. Ej, lab mos jeti labi. Ai labi. Ajo. Labi. Tash bashkan gjitë në protest. Jo, s'është ai. Që tash të kuptova qape. Po, se menu. Unë e këmë kujtov njerës që vish forë është. Lab, jesh shumë i mirë. Kure e parë që u mershin nejse. Që telefonata, se më mirë më dhe na me këtë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, mirë dita. Mirë dita, kush na telefonon? Rasimi për herë të parë. Rasim prej nga për na thirë? Prej Kaçanikut. Ta pas kanë gatru emrin, është do është Arsim? Ja, Rasim e kam për. I kanë gatru shkronjat aty në regjistrim. Përshëndet Arsimit. Faleminderit. A jeti mirë kur është Arsimi mirë? Po, unë jam mirë kur disponim kur është Arsimi. Qashtu bre. Hajde Rasim, po masi keni shkronjat e njëjta, se jo që Kosova mirë kur Arsimi është mirë. Po ja që nuk jemi mirë, sa Arsimi nuk është mirë. Ja, kur është Arsimi mirë, unë jam mirë. Rasim, hajde të rëgom ti për gjestet e vogla që vlejnë shumë për ty. Gjestet e vogla vlejnë shumë për mu në qofë se shkoj me një udhëtim, për se i më në Bregdet. Me një kërë për 2 ditë me shku, mjafton. Po? Mja bo dikush, qëto. Me ta bo dhurat i shkon edhe ma mira? Në dhurat më ma prun, edhe ma mirë. Një weekend diku një fundjavë me kalu në Bregdet. Po, pra, keq se pas ke heq Rasim, po a kia si persona që të bojnë kësi dhurata jo? Unë kom persona që premtojnë shumë. Dhe vëllazën jatë që kam me familje keq. Momentalisht jam veç vetëshpi. Okej, faleminderit shumë që na ke telefonu, të presim prap. One, shpari herë ju përshëndes shumë, do telefonoj prap. Faleminderit me knatësi të presim. Shpresoj që na thirr prej detit tani. Na tregon kush ta buni dhuratën. I shkon mirë me abo dhuratë. Edhe unë ju thiri prej Swissit për shembull, ku shkaj me bol xhabenis et spa. Po. Edhe i thot Arsimi që erdha.
A peshe? Ejse, në Swiss Diamond përveç gjavelisë spa keni tretmane të ndryshme të gjitha llojeve që ju shkon mendja, prej atyre më të avancuarave. Edhe me teknologjinë më të avancuar, kjo s'ka diskutim. E keni pishinën, keni span, keni fitnessin, e keni dhomat nëse doni me kalu një fundjavë, keni sallat të ndryshme, me organizu evente të ndryshme. Tash fund viti po vjen, viti i ri, edhe e dim që kompanitë e mëdha organizojnë evente për punëtorët e tyre, për punonjësit. Kështu që shkoni në Swiss, rezervoni sallën e juaj. Përveç kësaj të dielave keni Sunday brunch, të premteve keni muzik live në restoranin Iliria, ku e keni edhe ushqimin jashtëzakonshëm aty, po ashtu s'ka diskutim. Swissin ku e kemi? Në zemër të Prishtinës. Mu në zemër, që besfar mesazhi më vjen tani po thonë kesh më shumë në këto momente. Po thotë, po është momenti i fundit për me marr biletën me shku në Las Vegas me pa Formula Nishin. Kush tha? Mesazhu merr këtu pe Formula Nishin. Po nuk është tema për momentin e fundit. Po a di çfarë gjesti i vogël është për ty, domethënë me bukë. A më do dikush dorat? Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Një rrugë dy puna atje me shku në Vegas. Kush na telefonon? Abeden? Abeden? Si edhe si kalon? Mirë, faleminderit. Ju jeni, a jeni mirë? Mirë, faleminderit Abeden, edhe ne jemi shumë mirë. A je mirë ti Abeden? Po, mirë shumë. Pse je mirë? Hajde tregona. Pse je mirë? Është mirë, son jam mirë. Përgdhelja e një fëmijës është shumë e rëndësishme. Do më thonë gjesti një fmi kur e përgdhel dikon ma të vjetër. Apo thu që ashtu? A ti me përgdhel ato? Po unë me përgdhel një fmi të vogël është shumë do më thonë një bove. Po, e vërtet është. Edhe ashtu edhe kështu, do më thonë edhe fëmija ka një kur të përgdhelin. Përgdhelja e fëmijës, më falni se me ujrobove kështë plas. Po, se fëmijët janë shumë sinqert. Po, ta ja e boj një se boj. Nuk din me im shef ndjenjat, me manipulum. Sa ka mësuar, po s'ka lidhje. Faleminderit Abeden, po të përshëndesim shumë. Ju përshëndet, jeni të mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Një gjest shumë i mirë që mundri mi abo vetës është me shku tek Auto Trade edhe me i po gjitha llojet e veturave Toyota. Atje ku mundeni edhe me boni test drive, atje ku përfitoni 10 vite garancion plus përfitoni zbritje në secilën veturë Toyota. Në Çagllavicë e keni vetura Toyota tek Auto Trade me 10 vite garancion fion. Çfarë do më shumë? Kur gjohesh? Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Jetoni nga Suedia. O, Jeton, si jeni? Mirë, faleminderit. A je mirë, shtrohet pyetja? Mirë shumë. Edhe pse je mirë? Mirë shumë edhe na? Si e ke cimen? Mirë po thojnë? Cima është mirë kur ju jeni mirë. Mirë po thojnë Jeton, unë nuk e di. Gjithë mirë. Si karo mund po. Hajde tregon për gjestet e vogla, por që vlen shumë. Unë mu ma mërmenja një bised me një të më shumë, nuk s'kushton kurgjë për ato vlen shumë. Dhe më thonë një bised, një kohë e kaluar me dikët më shuar, vlen shumë. Një gjast i vogël, okej, shumë e mirë kjo. Po edhe ti mundesh me mësu shumë nga një bised me një të më shuar. E so informatën. Sa këshillat, sa informatat më... Po në dy ondë, dhe më thonë janë në dy ondë ko... E reciproke që pëthojnë këta, që s'po dojnë amjau për menendin. Na sjelltas. Jeton, të përshëndesim shumë, falimderit. Ju përshëndes, kaloni bu. Falimderit, gjithat mirat. 049-978-978 edhe njëherë jemi live në YouTube, në kanalin tonë, Glam Radio 86 FM, kështu është kanali jonë, kur a gjeni, na bëni subscribe edhe i keni aty të gjitha emisionet tona pas orës 18. Kolegu imi dashur për kujdesit që çdo emision pjesa e parë me u transmetu edhe në kanalin tonë, nëse do doni me na parë në orën 18. Edhe deshta me bëni një falënderim shumë special për Kosova Job, që gjatë gjithë muajit tetor të gjatë gjithë muajit tetor kanë qenë bashkë me juve, bashkë me neve për me dhuru e hotë gjirit falas për dëgjuesit tanë. Kështu që faleminderit shumë atyre, spari për këtë kampanjë të jashtëzakonshme. Faleminderit shumë edhe gjithë atyre që kanë marrë pjesë, edhe uroj që gjithçka me shku mirë në kontrollat e juaja. Urojmë që të kemi sa më pak lajme të këqija në këtë muaj ku po flasim edhe po bisedojmë edhe po mundohemi me ngrit vetdijen për kontrollat parandaluese lidhur me kancerin e gjirit. Edhe si për çudi të bukur, edhe studia jonë e ka ngjyrën e njëjtë, kështu që kështu bashkarisht jemi bo roz për këtë muaj, që po shkon shumë shpejt, po kontrollat e rregullta janë shumë të rëndësishme, jo vetëm në tetor, por çdo ditë të vitit. Kështu që kujdesuni, përshëndetin ju lutem. Sa i përket komunikacionit, informatat që kanë arrit na tregojnë për qasjen të rrethi i Çaglavicës që vazhdojnë me qenë kolon e gjatë, pastaj pjesa e Vetërnikut kolon nga gjysma e Vetërnikut, gati te Albi Mall,
e vazhdojnë tutje deri tek rrethi Duplex, e ngarkuar po mbetet fush Kosova nga zona industriale, tutje deri tek rrethi i fush Kosovës, rrethi me flamur rrethi i spitalit deri tek rrethi i rrugës B është pjesë e ngarkuar me kolon dhe rruga Agim Ramadani ka kolon nga komuna deri tek Udhkryqi i Menzës. Këto janë dhe informatat e radhës që kanë arritur në 049978978 e ne po vazhdojmë me ju prit me telefonatat e juaja ko kanal. Edhe më na tregu se gjestet e vogla që vlen shumë. Cilat janë ato gjestet vogla që vlen shumë? Një gjest i vogël që vlen shumë është me shku bashkë me Fionën deri në Albi Mall në këto momente edhe me kap një super ofertë. Për në vendlindje me zemrën plot dhe mendjen tek e ardhmja. Sjellë kursimet në Bankën Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota e përjetimit jetësor. Përjetimit që na ka ofruar shumë. Na ka mësuar qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë do vjet, qysh mu dok serial s'kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në dorë. E në dhjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmonë vendi familjes sonë. Mosu më shzet në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsem, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Janë dhe saga që nisin e mbarojnë. Për juve që jeni duke u shoqëruar me Glam Radion dhe me Koa Vizionin dhe njerë për ju rikujtoj se Petrol Company në Çaklavis në të dy anët e rrugës ka çmime fantastike të derivateve, benzinën e dizelën e keni 1.16 për litër, edhe përveç asaj na mos harroni me u bë pjesë e lojës shpërblyese kur të mbushni makinën në vlerë më shumë se 10 euro, e merrni një kupon edhe kështu jeni në lojë shpërblyese. 10 euro një kupon, 22 kupona, 33 kupona se kanë të shpërbyer po kështu. Fiona se anisi veç me vallëzuese për den shtaperi maj. Pjesën e repit. Ku me të komunikacioni e Fion? Komunikacionin këto momente nga Albi Mall, lart atje, do më thonë për deri sa kem 1 minutë, shkoj kolona nalt. Edhe vazhdojnë tutje deri tek rrethi Duplex, po dhe mirë qast rrethit me flamura, po kuptohet. E ngarkuar është rruga Met Krasniqi nga Arbria për me shku tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vokri dhe e ngarkuar është rruga Agim Ramadani me kolon nga komuna deri tek Udhkryqi i Menzës. Këto janë informatat që kanë arritur në 049978978 e ne së bashku me Fiona Xhema Troshupën, këtu kolegën time më të mirë. Jo më të remo. Po presim për ato gjestet e vogla që vlejnë shumë. Po dojna me i ditë se cilat janë gjestet e vogla që vlejnë për ty, ose që vlejnë një gjest vogël që ti e ke bo dhe për dikon ka vlejnë shumë, ka thonë me si gjest më ke bo shumë mirë. Një telefonat si më ka një herë, ose thjesht një pyetje ka një herë e ka atë rolin e vetë. Një shkrim, vish një pik, tak, edhe... Ka një herë edhe vish një like? Një like, po edhe një like. Ka një herë, ose një koment, kryin ko gjapu, është gjest i vogël, po... Koment, jo, koment është, nuk polshojnë më komente, është po me nëntën e për... Ja, e kena me bo një ditë për jave tjetër më kryesisht. Like a koment. Jo, kom bo një tema, ti më nësh me lezu. Qka jetë të thonë? Për jetës sociale kena me folë, kështu që javën tjetër, për ju premtojnë atë që kena me pas një temë për jetës sociale.
049-978-978 edhe njerë është numri jonë e telefonit, cilat janë ato gjestet e vogla që vlejnë shumë, që është diçka e parëndësishme ndoshta në një moment saktum, por në një moment tjetër mundet me qenë gjithçka. Edhe deshta mi të regu diçka, po harrova çka. Që të regoj une? Se unë kesh të e këshyrë kështu me shumë vëmendje, këtë pompa termike të midejës, për ata që dojnë, më thonë me pasë në shpe, në drejt, qysh dojnë vetë. E kena diskutu, do me thonë, edhe këtë pjesë kështu. E ashtë zakonshme, atin sa pak shpenzon energji elektrike. Dhe përveç asojna po garancion e montim me krejt ato ekspertat që i kanë, po përveç që kondicionerve me inteligencë artificiale, ju aty keni dhe shumë produkte të tjera nga Midea, e që se cilin produkt që bleni, ju futën në lojë shpërblyese për me fitu një vetur elektrike BYD ose BID, që telefonata viju. Alo, mirë dita zonjë. Si jeni, a jeni mirë? Mirë, faleminderit. Kush na telefonat? Njeriu gjestet më të vogla, nëse nuk i ka me ndjenja dhe respekte, nderime, atër nuk jeta nuk ka vlerë. E cilat jam për ty ato gjestet më të vlefshme? Kosovës, sidomos ndaj gruas e ndaj të moshuarit. Ndaj gruas dhe ndaj të moshuarve. Shumë e mirë. Më falni, unë e kom dalë 14 vjetë për Prizrenit. Po? Jam gërbeqar. Po? E andaj edhe nuk mundem të shprehe me një shqipe originale. Jo, ma originale s'ka ku shkan? Pa shka me bo. Madje ma e mirë shumë se ata që jetojnë në Kosovë, kanë lindë e janë rritë në Kosovë. Vazhdo të lutem. Përgjigja e parë më pëlqej shumë. Gjestet e vogla ndaj gruas, ndaj bashkëshortes, ndaj partnerve. Bashkëshortes, shoqes, e krejt, unë gjatë 54 vjetëve që jam jashtë, kur nuk ju ka mungua nderën. Okay. Më kanë ardhur në Francë, i kom prit, i kom përcjell, jo vetëm shoqet, po të gjithë studentat ose sepse amaneti i mamës ka thonë an miku nuk dëshiroj ta shoh si Qiraxhi. Ajo ka qenë nga Novi Pazari i Sanxhakut, mirë po ka qenë një zonjë që shprehjet shqiptare i ka mbajtur gjithë në vekte. Edhe ka vdekur si shqiptare në Prizren. Vjen mirë edhe për kulturën, për edukatën, edhe mesazhet që i pas kalon prapa. S'kan thënë kot që një grua e mirë ndërton një kohë. Por no, edhe një herë? Nuk e kom ditë si jam në direkt. Direkt. Ju përshëndes, vetëm se më ju tregua diçka, publiciteti për benzin nuk më pëlqen shumë, sepse kishte vytë edhe taksa mujt më tepër për Kosovën, për më dhon shtetit, për shkollime, për të gjitha gjëste, sepse Kosovës i mungon edhe një lëndë shkollore për folje. E vërtet. Ka shumë mungesa, unë thash arsimin kërqysh se kemi, po... A dini pse zonjë, se gjatë shekujve kemi qenë të ndaluar, me një gjuhë në shtëpi e tjetër në qashi, sidomos si qyteti i Prizrenit, ku turqishtja ka qenë gjuhë e obliguar gati. Po. Edhe sot po jetojmë në liri, me mundësinë për me u zhvillu, me ecë përpara, hala ma shumë. Ashtu, na jemi zotri, edhe lindim zotri, sepse e kemi një jetë të pasur, edhe që kanë dashur me na shkurtuar nuk kanë mujt. Faleminderit shumë që ishe sot pjesë e jona, të presim prap. Faleminderit edhe jashtë nga telefonove. Ju përshëndes, unë jam Mase Çollaku nga Franca. Nga Franca, se deshta me të pyet nga për na telefonon. Me numrin Litko, sepse me numrin e telefonit të Valës jo mi trasuar prej kushnerit që ja ka dhënë në Monako, një telefonat Faleminderit shumë, gjithat mirat. Hajde të devijojnë atë temën tasë. Ato tani çka kush i ka dhënë ka marrë këto se dina mirë. Hajde telefonata tjetër. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Valoni e Vienës të Austrisë. Ku je Valon? Alo. Ne, a jeni mirë? Çako kemi një farvend interesant. Komplimente për dytë. Faleminderit shumë. Ka vënë herë më shumë se shumë e bukur. Për prezantuesën. Për prezantuesën atë. Faleminderit Valon. Ja, ka dalë këtu koncentrao. Nuk ka këtu të dy bashkë. Unë ti nuk më të shoh Valon, po komplimente për vendin ku jeton. Faleminderit shumë. Nëse ndonjëherë i vjen puna marrë ndjen, jeni gjithmonë të mirësashëm. Ndonjëherë do të vi përsëri. Po, ndonjëherë. Valon.
forma. Ti bina ma shkurt mos e lipdove këto. Hajde kallzon. Kallzon dhe është gjesti i vogël që vlen shumë. Para se më kalu të gjesti. Dhe më bëni pyetje dy vet. Hajde bona, edhe pse na nuk bojna. Të dy reklama se keni qëtë etiketa dhe Petrol Kompaninë. Jo, e kena Prishtina etiketën edhe Petrol Kompaninë, edhe po. Qisha, shpërndon njerë këtë dhurata dhe për telefonusë për shqipustit? Po. Kena pas shumë shpesh që kena dhonë derivate, na kanë dërguar dëgjues, besa pa u konsultu hiç me sponsor ton, se kena pas drejtën edhe lirim prej tyne, prej bashkëpunimit gjatë që e kena, kur e kumpona e farveture që ma ka dërguar dikush me në kushën, edhe vi që kumë thonë drejtote që kjo punë po dhe shko që t'ja një 20 euro. Po qka interesum saksisht? Është interesu me marrë një bilet me auto. Vjendë na për tiketa mujna më drejtu ka jo me... Jo, po drejto ka unë e ti me marrë ka një bilete me shkun vjenë. Po, pse s'po thu me marrë një bilete me orë të na, po me marrë t'i biletën me orë të. Datëm ajo e zbukurojna Vjenën. Po, sa di që shdo këtë Vjena me neve. Ashtu këtu i keni biletat gratis. Ju nuk keni nevojë mi pagu, se keni sponsor. E vërtet është, po. Okej, vetëm deshta ju përshëndes. Jo, e kallëzëm çka është një gjest i vogël, do me thonë me ta dhuru dikush një bilet kish me qenë mira, po. Një gjest i vogël për kompanin, po që kish me vlet shumë për ty. Me ta dhuru, me ta bo dhurat. Kjo kompania, do me thonë është një gjest i vogël, po për ty kish me qenë shumë. Mos deshte ti ma bon këtë rast. Po s'është kompania jam, s'është problem. Vetëm hajgoja. Jo, s'është problem. Mu po m'pëlqen ideja shumë. Një gjest i vogël që është në koranci më kanë shumë i madhë, një gjest nëse e kujton sa do pak, jep një respekt i kuj, ka një vlerë shumë të madhë, vetëm që në rast tu ka kujtu që e person. S'ka vlera shumë ose të qka është, më rëndësia është që veç me tramen. Je kujtu po. Je kujtu për qatë person dhe të pakten do të thotë ja ki pru një shrajt qëra. Faleminderit që na ke thirrë dhe s'bala krejt shqiptarëve në Austri atje. Ju përshëndes dhe shumë, ju uroj një bon ton, kaloj mirë, përndryshe po du me përshëndet se jam i bindun që të na përcjell në këto momente një dëgjuesin ton prej fillimit që e kena pas në Austri, Ermirin. Edhe Dani, po, Ermirin vjen është edhe ai, edhe që na shun rall, edhe veç me na tregu që është me neve, po e di që gjithmonë do më thonë prej kur e kena fillu këtë emision për herë të parë para sa viteve. Qëre Vjena e madhe, po dorën zemër, me dalë në Vjenë, pa e që dorën një hera, dy herë, s'ndodhë. Po, është e pamundshme. Pa e pa në shqiptar. Do më thonë, dajla aty. Atje nuk e di. Jo e di une. Pa të dalë një 2-3 shqiptar që e një. Me bo me shku në Argau, është një far kantoni, o forceriot aty. Me bo mës me ditë shqip. S'ki shka lypa. Vishtë këshyren. Kuja orti, e ka i tjeti që ortu. O vas, adin? Qfar kantoni është? Ofër kantonit Zvistras, po. Ofër Zvistras, Gjermanisht. Amo është shqip folin ata krejt. Okej. Më thonë, hinë në dyqanë dhe i thu mirë dita, vish kur ti 6-7 veta, mirë dita, që telefonota. Alo. Di që ka ko. O, përshëndetje Batir. Si të kemi? O, mirë. Na ke munguar? Kom pas halët shumë të maja. A është gjithë shka në regull tash? Deri dikon po shumë mirë. Po besoj lidhur me ato që ka na ke tregu ma herët, apo? Po. Urojmë gjithat mirat, Batir, për ty edhe për krejt familjen. Faleminderit. Hala spital, po është mirë. Mbjen mirë. Cilat janë ato gjestit e vogla që vlejnë shumë për ty, Batir? Vallaj, kur reci rrugës, e kur afrohet një djali i ri e më thet, apo mune shë agje, për thëmë vallaj që shto si plak. Po jo mërë po e bukur si me konë djali i ri, ma përkujton atë kohën kur jom konë i ri edhe busqeshi. Dhe më thonë një fjale mirë, një pyetje, një ndimes, është një gjestë që vlinë shumë. Ashtu e vijej vetën me të vërtet ma mërë në nësë që kur të në thetë si djali i ri, do këtë vetja që po këthej në atë natë që po lime po bo është i ri. Batir, faleminderit shumë që na ke telefonu, pavarësisht sfidave, problemeve, gjithmonë gjenë kohën me qenë me neve dhe na vlerësojmë jashtëzakonisht shumë. O, ju përshëndes shumë. E respekte për ty dhe për familjen. Zotëri arsimin shumë edhe juve të gjithve se jeni të mrekullueshëm. Bashkë me ty, Batir, bashkë me ty, faleminderit. Gjithmonë ju përcjell edhe gjithmonë kam ju përcjell deri kur të hupi jetën. Të përshëndesim, përqafim shumë, je i mrekullueshëm.
Gjithat mirat e po që shëndet, lumturi, gëzim, hare. Faleminderit për qafojmë shumë. Gjithat mirat, faleminderit. Ai mesazhi që ka ardhur, dim për çka po voli, shkon mirë domethënë me marr mësim shkollë. Dhe po me ditë kanë nejse se s'po du me një detaje, po besoj që se cili njëri nejse me pas dikon t'il në shpe ai shaknaq. Alo, përshëndetje. Alo. Jo, okej, më dëgjom pra. Një gjest i vogël, më thonë që mundet me vlejt për dikon shumë, është edhe ajo unaza e bukur. Nuk do me thonë me qenë, do me thonë shumë një unaza e thjeshtë me apo dhurat. Gjest i vogël. I vogël është gjest i vogël për me dhurat me bukur. Për dhurat e vogël, po, me nëse vlerë do një të me madhe. boat gjestin e madh, pe dini, jo aty edhe do unaza me gurç mua Nëse jeni mirë prej gjujve, do me thonë. Edhe kujdes, ushtroni kom para prakisht. Moni, vish njënin do të. Moni dytë. Shpisojnë asoj me ka një? Skuac, Lea, qysh dush, hajtë, s'ka lidhje. Ushtrën e njënin, tap, mull edhe vap me hapa, ato, mi thonë, apo ajo, apo ani. Për ndryshe Rubinin e kena në qendër Prishtinës, në Albi Mallës, në Ferizaj, mu s'kesh më se mu ka tha fyti, ti bile pine uj. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ku jo qysh Bedri. Disha Bedrije, disha. Të vela u kodrë të shi. Bratëre, bre, o zat. Si edhe si kalon. Bukuroshe tere, mirësh. Mes, pa qëfar gjyshe te? Ikbre se si e gjyshe te, i ka tje si e gjyshe. Dësa dihet. Jo bre, si e gjyshe. Qikeri, i ka tje. Si e si kalon. Shumë e bukur, shumë elegante. E vërtet, mes, do më thonë, nëse keni dikon që përna dëgjon, edhe ka nevoj për një zoj si, ama që është modele, edhe keni nevoj për me marë par sfilate, a diçka, vishë më thërë një mu, unë e menagjeri i Bedrijes. A bënë qështu? Oke, faleminderit fjonë, se ma aprovoj. Hajde tregom t'lut na gjestet e vogla që vlejnë shumë për ty. Unë kur një mëj, kur t'i rinë dreka, kur dalë, qëto e gjestet e mja si që A pishe, më thonë edhe me thirë dikush për një kafe, është gjest i vogël për ato, po që për ty mundet me vlejt shumë. Na i dark, a një me kona i farë dark e mirë po. A shumë në kam qëtë me boj gjestat, qëto t'a vëdin, jo me dalje, jo me ardhe, jo me shkue, jo qëto t'komunikime. Apo të përgjigjen ftesa, se sot është, ka njerë momente caktume është probleme dhe me thirë dikon me dalje. Jo, po, faleminderit edhe për të. Po më vjen shumë mirë. Na të përshëndesim e të përqafim. Edhe unë juve ju dua shumë, Përqafojmë shumë, faleminderit. Këta sy do më thonë më ljotojnë me po njerë të ecë në sfilat. Tak, a din. Me të shatë të shemen. Me na bo me dorë neve, a din atë në sfilat. Vesh një hedhje të letë flokë. Va. E këtyre kanë, është një farë, nuk përdi që shme e qujtë, kur vjen puna te gjestet e vogla cim, se sa do që bojnë gjestet vogla, gjestet mira disa persona që jenë pranë teje, nëse që tha një dëgjuesi joni, nëse të sinqerta ose nuk përkojnë me sjelljet e përditshme. Po. Ku po mbet vlera aty në mandej? Kërkonesh, po, edhe më varet edhe nese, se s'po du me... Po, ato që, mendoj që ato që vinë nga njerë prej të panjohurve, ose prej personave më larg teje, e kanë një vlerë kogja ma... Çdo problem. Jenë pak ma të rënda. Se pjatina që eshe për dit, do më thonë ato gjestet bojnë rutin. Bojnë rutin, por edhe nëse nuk përkojnë me fjalët që thuhen, nuk besoj që e kanë peshën e njëjtë. Që telefonata tjetër. Sa e fill. Alo. Alo, përshëndetje të madhe. Përshëndetje, kush na telefonon? Nga neu si gjithmonë pas ditën e ju. Përshëndetje, jo bashkë si gjithmonë, mos e thuaj më si gjithmonë, se po telefonon shumë rrallë, një herë në 2 javë, nga ne. Si vor. Po, mos ti mundoj shumë se ma mirë është më ju ndëgju ju, unë se ju mu. Okej, hajde tregona për gjestet e vogla që vlejnë shumë për ty. Mas pari vajza ime ka Gjestila, emrin që koincidon shumë me këtë fjalë. Gjestila? Nuk pas na dëgju asnjëherë emër të tillë. Po, shumë emër, po, ka emrin Jessica, si ngjashëm, po Gjestila s'kam pa në Kosovë hala. Dhe unë çështu bukur bashkë si ti, se ti mund të jesh vajza ime, mos e merr kështu me budallaqe. Jo, asnjëherë. Po ta bëj një kompliment vogël që kjo bluzë nuk po të shko sot hiç. Mos u dhno hiç. Kjo mos e vesh mo. Kush mos më vesh? Shumë mirë pirrën. Domethënë ti. Ja. Kjo është ngjyrë vdekur. Ja, nuk është kjo për ngjyrë. Kjo është ngjyrë e Prishtinës. Kjo është simbolike e Prishtinës.
Dëgjoj gjestet e vogla shumë pyetje me logjik, jo? Është ka shumë kuptim të fortë. Ashtu është dash më majt mishën se ma veshe. Se këtu. Hajde Gani, se më nervozove tash. Po. Kur i shoh këtu edhe gjermanët, disa herë me folin me gjestet vogla, bile thonë e kanë një farë fjali të mençur që ne kuptohemi me mimik, kështu pa adi me gjeste ose me mimik, me pamje. Japini, ajo është akute, është e shpejtë, momente shumë shpejta, përdoret kjo për me të kuptuar dikush se si kryet një punë sa më shpejt. Në mënyrë gestikulative e njofton atë që sjell e zgjidh problemin. Po i bën që italianët do të më fol hese, ata sa bojnë me turë me ata no parla kanë, nur parla dhe Okej, Gani të përshëndesim, faleminderit shumë. Ju përshëndes dhe ju du shumë dhe ju shoh çdo ditë. Faleminderit edhe na jemi me juve çdo ditë. Na telefonu, e dim që jeni me neve. E për bluz flasim me ata që i li telefonin motra. Unë ja bëjsha me sy munesha, po ja se kuptoj kemi thonë thuj mirë është. Qasja për të krethi Çaglavicës, po. A je komo ti? Po. Tash e përfaqësoj ngjyrën e Prishtinës. Po si kjo është më rëndësishëm, veç me qenë komod tjerat. A je mirë ti? Edhe unë jam mirë. Po, si ti je mirë, unë jam mirë. Qasja për të krethi Çaglavicës me kolon gjatë. Nga Veterniku lart kolona vazhdon tutje edhe për të krethi me flamor dhe në nkalimin te rrethi duplex. E ngarkuar është zona industriale Fush Kosovë deri te rrethi Fush Kosovës. Çka ka ndodhur se di? Po shihet pjesë shumë, po spedia ka vish është kolon apo ka ndodhur një far aksidenti, për arsye se është kolon shumë e gjatë, e cila, më thon, për gjatë të misionit ka qenë e tillë. E ngarkuar është edhe rruga Agim Ramadani nga Ministria e Arsimit tutje deri tek rrethi te komuna atje. Këtu janë dhe informatat e fundit për ditën e sotme sa i përket komunikacionit. E këtu kemi arritë edhe në fund për ditën e sotme dhe ju falenderojmë secilit prej juve për mesazhet, për telefonatat, mesazhet lexojnë në pjesën e dytë, ndërsa ne ju presim nesër të njëjtën kohë, prej orës 16 deri në orën 18. Nesër e kena temën interesante, edhe po shpresoj që po, nesër është freestyle, veç koncentroni edhe na çojna vëgja bujna mirë, dita ju vazhdoni çka doni. Fal, çka vë dan. Faleminderit shumë që edhe sot u shoqëruat me Glam Radion. Faleminderit për krejt fjalët e mira që keni thonë, edhe na jemi mirë kur ju jeni mirë. Cimi është mas mirë krejtve. Shihemi nesër në orën 16, ndërkohë vazhdoni me u shoqëruar me Glam Radion edhe me programet e Koavizionit. Ka shumë gjëra të bukura që do të keni në ekran pas pak minutash, ndërsa ne vazhdojmë me pjesën e dytë në glamradio.fm ose në 88.6 dhe 102 FM. Tung tung. Every day, y'all check this out. Live from Pristina, and you're rocking with our station 88.6 and 102 FM. Glam Radio. Edhe kur je vetëm, mundesh me qenë i shoqëruar. Shoqënia e mirë, talent edhe shijen e mirë. E shija e mirë është kur Patos bën. Patos, me shumë shije për të gjitha shijet, për të gjitha moshat, e për çdo moment. Patos. Pato për një mes bën. Festa fillon me Golf 8. Duke vazhduar me 10 iPhone 17, 5 udhëtime në Vjenë për 2 persona, 5 Dyson Airwrap dhe 100 vouchera nga 50 euro.